edhe do të lexojmë nga vargu 29. Të nesëmën, Gjoni pa Jezusin duke ardhur drejt tij dhe tha: Ja, qengji I Perëndis, ai që heq mëkatin e botës. Ky është ai për të cilin unë thash, mbas meje vjen një burr, I cili ka qenë më lart se unë, sepse ishte para meje, dhe unë nuk e njihja. Por ai që shfaqet Izraelit, unë për këtë arsye erdha duke pagzuar në ujë. Dhe Gjoni dëshmoi duke thënë: E kam vështruar frymën duke zbritur si plumb prej qerit të ndenjë mbi të. Dhe unë nuk e njihja. Por ai që më dërgoi për të pagzuar në ujë, ai tha: Ai mbi të cilin do të shikosh frymën duke zbritur dhe duke ndenjur mbi të, ky është ai që pagzon në frymën e shenjtë. Dhe unë kam parë dhe kam dëshmuar se ky është biri I Perëndis. Pashka është më shumë se sa një ftesë. Është një ftesë. Është një ftesë nga Perëndia e gjallë për secili prej nesh. Është një ftesë që ta njohim atë, që të njohim ai që shpëton, ai që pastron, ai që transformon jetët e njerëzve. Nuk është një ftesë tek një feje, si që kuptojnë njerëzit fenë. Është një ftesë tek një person, Jezusi. Edhe këto vargje përmbajnë një dëshmi shumë të fuqishme për Krishtin nga profeti më I madh I të gjithë kohërave, Gjon Pagzori. Dhe këto vargje na tregojnë ka të gjëra për Jezusin. Së pari që ai është qengjin e Perëndis. Mira vlet më parë. Zoti udhëroi shërbëtorin e tij Abraham që të flijonte birin e tij. Teksa po ngjiteshin në mall, I biri pyeti: Ku është qengji I flijimit? Dhe Abrahami u përgjigj: Djalim, Perëndia do të siguroj vetë qengjin për holokaustin. Dhe Zoti siguroi një flijim për të shpëtuar Isakun nga vdekja. Ky ishte qengji I Perëndis. 100 vjet më vonë në Pashkën e parë, Izraeli ishte në sklavëri në Egjipt. Perëndia kishte premtuar se ai do të çlironte ata dhe kishte vetëm një problem. Që ata ishin po aq mëkatar, po aq fajtor sa Egjiptësit. Po Perëndia siguroi një qengj. Një qengj për çdo shtëpie. Për çdo njeri që do të besonte tek ai. Perëndia siguroi një qengj dhe e therën, e morën gjakun e qengjit dhe kanë lyer arkitraut e shtëpive të tyre, kështu që kur engjëlli I Zotit kaloi, edhe pa gjakun e qengjit, ai kaloi sipër. Pashka do të thot, fjala pashk do të thot të kalosh sipër, të mos dënosh, të mos vrasesh, të mos ndërshkosh. Dhe pashka e parë, Izraelitët e panë qengjin e Perëndis, duke shpëtuar jetët e tyre nga vdekja. 100 vjet më vonë, profeti I Perëndis Isaia parashikoi një qengj tjetër I Perëndis. Ai tha këto fjalë: Ne të gjithë ndeshim si dele, secili prej nesh ndiqte rrugën e vet, dhe Zoti bëri të bjerën mbi të pa udhësinë e ne të gjithëve. Qengji që Perëndia premtoi që të gjitha qingjet të tjera parashikuan, do vdiste për mëkatin. Gjon Pagzori pra vjen pa pritmas në historinë e njerëzve dhe shpall me të madhe: Ky është qengji I Perëndis që heq mëkatet e botës. Ai është qengji si ai Abrahamit që shpëton nga vdekja.
Ai është qengji që shpëton nga tirania, jo tirania një pushtuesi, po tirania e mëkatit. Ai është qengji që heq mëkatet e botës. Jezusi në kryq ka marrë mbi veten e tij dënimin që secili prej nesh meritojnë. Të gjitha mallkimet e Perëndis ranë mbi Krishti. I gjithë zemërini i Zotit u derdh mbi të. Derisa mos të mbetej as edhe një grimës, dënimi që secili prej nesh meritojnë, ka marrë ai. Edhe çështja sot është, si mund të shpëtohem unë? Si mund të shpëtohem unë nga dënimi që unë meritoj, për shkak të mëkatit tim? Si mund të shpëtohem nga zemërini e llatarshëm i Perëndis? Gjoni thot, ja, qengji i Perëndis që heq mëkatet e botës. Ai nuk thot, bëni sa rrite fetare. Ai nuk thot, bëhu çuni mirë apo çupe mirë. Ai nuk thot, bëhuni njerëz moral apo njerëz të respektueshëm. Ai nuk thot, bëni këto vepra dhe ju mund të shpëtoheni. Ai thot, ja, qengji i Perëndis. Ktheuni tek ai. Ishte një njeri anglez i cili ishte në vërtet duke kërkuar Zotin edhe nuk po i gjente paqe në shpirtin e tij. Një ditë e diell, unë nis për në kish, por kishte rënë një stuhi dëbore dhe nuk arrinte dot që të shkonte në kishën e vet, që u kthye në një kishë të vogël në fshat. Atje pastori i kishës kishte ardhur nga dëbora. Dhe një fermer i thjesht ishte duke drejtuar shërbesen dhe lexonte këto fjalë nga Isaia. Ktheuni tek unë dhe do shpëtoni. Ju mbar skajet të tokës, sepse unë jam Perëndia dhe nuk ka asnjë tjetër. Dhe ky predikues i thjesht tha, nuk keni nevojë që të bëni as edhe një gjë, vetëm të ktheheni tek ai. Dhe ky i ri, për herë të parë kuptoi thelbin e besimit të Biblës. Nuk është atë që duhet të bësh ti, po atë që ka bërë ai për ty. Duke vdekur dhe duke u ringjallur, Krishti tani ka hapur një udhë drejt Perëndis. Dhe vetëm një gjë që duhet të bëjmë është të kthehemi tek ai. Të besojmë tek ai tërësisht, të na shpëtojë neve nga mëkati ynë, nga dënimi që meritojmë. Nuk ka rëndësi sa të rënda janë mëkatet e tua, apo sa të shumta janë mëkatet e tua. Ai heq mëkatet e botës. Ai heq mëkatet e njerëzve në mbar botën. Nuk ka një mëkatar tepër i madh që ai nuk mund të falë. Sot a do vish të Krishti, që ai të heqë mëkatet e tua. A nuk do vish tek Zoti, jo me anë të mirësisë tënde, apo me anë të veprave të tua të mira, o vetëm duke thënë një gjë. Unë vi përmes Krishtit. Ai është i vetmi qengj i Perëndis. Së dyti, Jezusi është jo vetëm qengji i Perëndis, po është vetë Perëndia. Tani, nëse unë do përsëris veten sot, do mendoni që ose jam i mërzitshëm, ose më ka zënë çik skleroze dhe s'ka gjë. Zakonisht, nëse një njeri e përsërit veten, nuk është një gjë pozitive. Po kur Bibla përsërit diçka, është sikur Zoti po e nënvizon këtë gjë. Po thot, hapni syt, hapni veshët,
hapni zemrat për të dëgjuar këtë gjë. Dhe në vargun 30 kemi diçka që është përsëritur nga vargu 15. Është që Jezusi është jo vetëm një njeri, po është Perëndim. Dëshmia Gjon Pagzorit ishte, mbas meje vjen një burr i cili ka qenë më i madh se sa unë. Po tani nëse Gjoni ishte profeti më i madh i të gjithë kohërave sipas Biblës, kush mund të jetë më i lartë se ai? Po vetëm Perëndia. Gjoni nuk ishte profeti më i madh sepse bënte më shumë mrekullit se profetët e tjerë, apo kishte më shumë popularitet, apo sepse ishte më i shenjtë se sa profetët e tjerë. Jo, Gjoni ishte më i madh nga profetët, sepse Gjoni lajmëronte ardhjen e Zotit, ardhjen e Perëndis pas tij. Që kur Gjoni thot, ja qengji Perëndis që heq mëkatet e botës, ai nuk është duke thënë vetëm që Jezusi shpëton, po që Jezusi është Zot. Që Jezusi është Perëndim. Si e thot këtë? Sepse ai thot ai ishte përpara meje. Do të thënë që Jezusi ka ekzistuar në përjetësi. Edhe kush tjetër është i përjetshëm veç Perëndis? Realiteti që është ballë për ballë me ne këtë Pashk është që Jezusi nuk është vetëm njeri, por është Perëndim. Nuk është vetëm Gjon Pagzori si profet që dëshmon për të, po mrekullitë e Jezusit dëshmojnë për këtë. Po kush tjetër veç Zotit mund të hapë sytë të verbërve dhe të bëjë që të çallë të ecin dhe lebrozët të jenë të pastër. Kush tjetër veç Zotit mund të ngjallë të vdekurin dhe mund të falë mëkatet. Kush tjetër veç Zotit mund të fashis fortunën dhe mund të ndryshojë jetët e njerëzve. Vetëm Perëndia mund të bëjë gjëra të tilla. Po dëshmia më e madhe e hyjnisë së Jezusit është ringjalljen e tij. Shko në varrezat e Firit sot. Ngri një njeri po mundesh. Do jesh atje për një kohë tepër të gjatë. Është një gjë e pamundur. Bërtit, bëj rritje fetare, bëj një shok elektrik, bëj çfarë të duash. I vdekurin nuk kthehet në jetë, po Krishti e ktheu veten e tij në jetë. Dhe kjo është prova e hyjnisë së tij. Është prova që vdekja e tij në kryq u pranua nga Perëndia dhe që ai është Zot. Ringjallja e Jezusit pra tregon që ai nuk është mësues fetar, nuk është vetëm një profet, nuk ishte një njeri i mirë dhe kaq, por që ai është Perëndia e gjallë. Pas ringjalljes së Jezusit, ai u shfaq 10 prej dishepullëve të tij. Dhe ata plot me gëzim dhe emocion i tregonin të 11-in Thomaj që nuk ishte qenë i pranishëm për çfarë kishte ndodhur. Edhe Thomaj tha, po nuk e pash në duart e tij shenjën e goshtave, dhe po nuk vura dorën time në brinjën e tij, unë nuk do të besoj. Dhe Krishti u shfaq Thomajt. Edhe ai u përkur dhe tha, Zoti im dhe Perëndia im. Po ti a ke kuptuar se kush është Jezusi në të vërtet? A ke prullur veten për të thënë Zoti im dhe Perëndia im? Është një gjë të thuash që Jezusi është Zot. Është gjë tjetër të thuash është Zoti im. Unë mund të them, për shembull, që e di për Edi Rama.
E di që ishte në Kruqi, e di edhe e takoj me fermerët. E di që është që ki gjatë, e di që është edhe kryeministër, po a mund të kem guxim që të them kam njohja me Edi Ramën? Jo. E di për Ramën, po nuk e njoh. Ti mund të dish për Krishtin Jezus, e mos të njohësh. Ti mund të dish intelektualisht nga Bibla, se kush është ai dhe ç'a bëri, po mos të njohësh atë. Sepse ajo që Krishti ofron, nuk është thjesht një sistem fetar, por një miqësi, një marrëdhënie të gjallë me secilin prej nesh. Dhe pyetja ime për ju sot është, a keni thënë Krishtit, Zoti im dhe Perëndia im? Së treti, a ishtë jo vetëm qengji i Perëndis dhe vetë Perëndia, po aja është rilindasin. Tani rilindja si fjalë lidhet në mendjet tona me rilindasit shqiptar, vëllezërit frashëri apo konicën apo dikush tjetër. Mund edhe për të flasim për atë rilindje urbane apo rilindje të tjera që kryeministri na ka premtuar. Po këto rilindjet, sa do qoftë të mira të ishin, nuk na kanë ndryshuar si njerëz. Që kur kam ardhur në Shqipëri, unë erdhe në 99, një nga fjalët e parë që unë mësova është reformë. Fatos Nano, reformë. Ilir Meta, reformë. Pandeli Majko, reformë. Sali Berisha, reformë. Dhe këtë javë ishim në diplomimin e vajzës tonë, dhe ministrja e arsimit çfarë thoshte? Ne do të në marrim reforma. Tani kam një pyetje për ju. Pas 35 vite reforma, ka ndryshuar gjë? Jemi rritur në moshë, po kaq. Sepse atë që i duhet njeriut, dhe i duhet Shqipërisë, dhe na duhet neve si individ, nuk është reformë, po rilindja. Jo një ndryshim si përfaqësor në jetë, të bëhen qik më fetar, të bëhen qik më i mirë, të mos shaj, të mos vjedh, të mos vrasë, kështu me radhë. Nuk më duhet mua gjëra të tilla. Anglezi ka një thënie, e keni parasysh Titaniku, edhe atë një e madhe dhe si u fundos Titaniku. Reforma është sikur të lëvizësh karriget në Titanik. Titaniku u fundos, njerëzit u fundosën, të ndryshoje vendin e karrigeve në Titaniku nuk ishte asnjë lloj vlere. Dhe nuk ka vlerë për shpirtin tënd, thjesht të bëhesh çiki më i mirë. Thonë se feja është kulturë, edhe ja do jem me fenë se do më bëj një njeri të mirë. Nuk më duan reformë në jetën time, më duhet rilindje zemrës, më duhet që të kem një zemër të re, të pastër, kam nevojë që të jem një njeri i ri. Dhe kjo është ajo që Krishti erdhi të sjellë, rilindja e shpirtit, rilindja e zemrës tënde. Problemi i reformave është kjo. Nëse ishe e korruptuar, do jesh i korruptuar nesër, pas reformës. Nëse je i babzitur dhe zhvat popullin, do zhvasësh popullin nesër. Nuk na duan reformë, na duhet rilindja e zemrës sonë. Dhe Gjoni përshkruan këtë gjë në vargun 33, duke thënë që ai kishte pagzuar me ujë. Po Jezusi, ai mbi të cilin fryma e shenjtë e Perëndis kishte zbritur dhe qëndronte, Jezusi pagzon me frymën e shenjtë. Tani çfarë do të thotë kjo? Po ne kur ne pagzojmë njerëzit,
e zhysim në ujë, si një simbol që ata janë të larë nga mëkatet e tyre. Po kur Jezusi hyn në jetën e njeriut, e pagzon, e zhyt me frymën e shenjtë që të pastroj jo trupin, po zemrën, dhe të veproj dhe të ndryshoj zemrën e njeriut. Pali thot në Titi 3:5, që ai na shpëtoi jo me anë të veprave të drejta që ne bëm, po sipas mëshirës së tij, me anë të larjes së rilindjes dhe ripërtëritjes së frymës së shenjtë. Krishti erdhi të derdh frymën e Perëndis mbi njerëzit, që ata të jenë të rilindur, njerëz të rinë me zemra të reja, njerëz që kanë dëshira të reja, prirje të reja, mendësi të reja, që kanë një jetë të re. Jezusi erdhi pikërisht të na bëj njerëz të vërtet, të na bëj ata njerëz që Zoti na krijoi që të ishim, por që mëkati ka shtrembëruar. Ai është rilindësi në vërtet. A të ka rilindur Zoti Jezus ty? A ke një zemër të re? A e kupton sa nevojë ke për Krishtin? A kuptoni që duhet të shkoni tek ai për rilindje? Jezusi është qengji i Perëndis, ai është vetë Perëndia, ai është rilindësin, po së fundmi ai është biri në Perëndis. Gjoni thot, unë kam parë dhe kam dëshmuar se ky është biri i Perëndis, dhe ndoshta kjo shprehje biri i Perëndis është shprehje më e keq kuptuar në Bibël, sepse kur njerëzit dëgjojnë këtë, me të drejtë thonë, po Perëndia nuk bën fëmijë. Por Gjoni kur thoshte që Jezusi është biri në Perëndis, nuk po fliste për gjendjen e tij familjare, nuk po fliste për gjendjen civile të tij, po jepte një titull. Sepse në Bibël, biri i Perëndis do të thot 3 gjërat. Do të thot që ai është mbret një mbretër. Kemi një mik në Patos, edhe sa herë që i takoj, e thot si ke qenë, trashëgimtarin si e ke. Tani ne dim kush është trashëgimtari në mendësinë e vjetër. Është biri, është i mbir Samuel. Ne kuptojmë që fjala bir do të thot trashëgimtar. Dhe Bibla thot, më kërko, unë do të jap si trashëgimi dhe mbar dhe unë në zotërinë. Me fjalë të tjerë, Zoti ka bërë që Krishti të jetë mbret i të gjithë kombëve, ai është mbret një mbretër. Po së dyti biri i Perëndis do të thot gjyqtari. Në vargun 12, ai thot nënshtrojini birit që të mos zemërohet dhe të mos vdisni rrugës. Jezusi është gjykatësi. Shumë interesante që në Kur'an Jezusi është gjykatësi. Po kush ka kompetencë të jetë gjykatës? Veç Zoti. Që të ndjekësh logjikën e Kuranit do të thotë atë që thot Bibla, që Jezusi është Zot. Kompetenca e gjyqit ka gjykatësi, Zoti. Dhe Jezusi është gjyqtari i vetëm, që do thot ai është Zot. Po së treti, biri i Perëndis do të thot strehën. Në Psalmin 2 ai thot, lum ata që gjejnë strehë tek ai. Jezusi është i vetmi strehë nga zemërimi i laktarshëm i Perëndis. Është vetëm tek Jezusi që ne gjejmë strehë nga dënimi që ne meritojmë. Gjoni dëshmon pra që Jezusi është biri në Perëndis. Ai na fton që të gjynjëzohemi
Hare Jezusit si mbret, të pajtohemi me gjykatësin dhe të gjejmë shtret të Ai. Pashtë e vërtet, nuk konsiston nga të ngrënit apo të pirit, nuk konsiston nga rritet fetare, apo hezje vezëve në lumin xhanit. Pashtë e vërtet, është Krishti. Qengji I Perëndis, vetë Perëndia, rilindasi, birin e Perëndis. Dhe thirrja ime për të gjithë ne këtu është që të kthehemi tek Krishti dhe vetëm tek Ai, që të marrim faljen e mëkateve tona, që të kemi miqësi me Perëndin, dhe të kemi një shpresë të përjetshme, që do jemi bashkë me Perëndin në paradis. Ja qengji I Perëndis që heq mëkatet e botës. Ktheu edhe ti tek Jezusi, që të heqi mëkatet e tua ai. Le të lutemi.